الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija, atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetë se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij, o musliman. Ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë ndaj Allahut të Madhëruar. Dhe devotshmëria nuk kupton që besimtari të veprojë bindjet ndaj Allahut me dritë nga Allahu duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohet nga të ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahu duke ju friksuar ndëshkimit të Allahut. O musliman, të gjithë njerëzit që janë të dhënë pas dynjas, pas të mirave të kësaj bote, mezi presin sezonin e tyre fitimprurës, kështu ata që merren me turizëm presin me padurim ardhjen e sezonit të verës për të fituar sa më shumë prej të mirave të kësaj bote, ndërsa ata që janë të dhënë pas ahiretit presin sezonet dhe stinën e adhurimeve dhe para nesh, o musliman, po vjen një sezon fitimprurës që është një mundësi e artë për investitorët e ahiretit, për ata të cilët duan të investojnë në botën tjetër, për të arritur të mirat e botës tjetër. Është muaji i mirësive dhe i begative, vetëm pak ditë na ndajnë nga ardhja e muajit të Ramazanit, që është muaji i mirësive dhe begative, muaji që është një mundësi e artë që vetja e secili prej nesh të njohi potencialin e saj në rrugëtimin drejt Allahut të Madhëruar. Është muaji i mirësive dhe i begative, është muaji i faljes së gjunaheve, është muaji i namazit të natës, është muaji i kërkimit të faljes, është muaji i lutjes, është muaji i durimit dhe po ashtu është edhe muaji i derdhjeve të lotëve, ku njeriu përgjerohet tek Allahu i Madhëruar për të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Është muaji i fitimit të trojeve të xheneteve, ku dëshiron të depozitojë në botën tjetër troje, shtëpi, dhoma për të qëndruar në botën tjetër. Ky është shansi i vërtet i tij. Dhe tema e muajit të Ramazanit është një temë ndër të cilën ndërthuren shumë element. Sot do të ndalemi vetëm në njërin prej tyre që ka ardhur në
hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga sahabiu i nderuar prisi besimtarëve Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: inne fil jannati ghurafa tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: me të vërtet në xhenet janë disa dhoma, ku ai që është jashtë tyre shikon çdo gjë që është në brendësi, dhe ai që është brenda dhomës shikon përsëri pamjen e jashtme për shkak të ndriçimit të madh që ka, për shkak të kullimit dhe pasërtisë së tyre. Ai që është brenda shikon atë që është çdo gjë që është jashtë, dhe ai që është jashtë shikon çdo gjë që është brenda. Me të vërtet në xhenet ka dhoma, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga të pranishmit, dhe një transmetim ka ardhur që ka qenë një prej beduinëve, prej malsorëve që ishin larg qendrave të banuara, i tha: limen hiya ya Rasulullah, për kë janë këto dhoma në xhenete, o i dërguari i Allahut? Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: hiya limen ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Këto dhoma në xhenete, këto troje, këto dhoma në xhenete janë për atë që flet bukur dhe pastër, për atë që ushqen të varfrin, për atë që është i rregullt në agjërimin e tij, duke agjëruar sistematikisht agjërimin, muaji Ramazani dhe agjërimin që ka ardhur në përgjithësi, dhe që falet natën ku njerëzit janë në gjumë. Ky hadith është një hadith i qëndrueshëm nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka përmendur 4 veti dhe 4 cilësi, të cilat të katërta përmbushen në këtë muaj, dhe nëpërmjet këtyre 4 veprave fitohen trojet e xheneteve. Këto dhoma që kanë ardhur, ka ardhur përshkrimi i tyre në këtë hadith nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. E para është, vetia e parë dhe cilësia e parë është limen atabel kelam. Janë për atë që flet bukur, dhe fjalët e bukura arrin kulmin në muajin e agjërimit, ku muslimani çdo gjë që thot në të, prej istighfarit, prej kërkimit të faljes, prej leximit të Kur'anit, prej dhikrit të Allahut të madhruar, çdo gjë është prej fjalëve të bukura. Prandaj ky është një shans i artë, një mundësi e artë për çdo musliman për të fituar trojet e xheneteve, ku në xhenet ka çdo gjë që se ka parë syri, se ka dëgjuar veshi, dhe as nuk ka menduar asnjëherë njeriu, dhe as i ka shkuar në zemrën e tij asnjëherë se çfarë ka në xhenet. Hiya limen atabel kalam, janë për atë që flet bukur, dhe fjalët e bukura dhe fjalët e mira janë të shumta në këtë muaj, në muajin e mirësive, ku njëra prej tyre është edhe leximi i Kuranit, është për fjalës së bukur, ku muslimani nëse lexon një gërm dhe një shkronjë nga libri i Allahut madhruar, ka për të patur një sevap, dhe sevapi shkon deri në 700 fish. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam nuk them që elif lam mim është një gërm, një shkronjë, por elifi është një gërm, lami është një gërm dhe mimi është një gërm, dhe për secilin prej tyre ka një shpërblim të veçantë. E dyta është wa atama ta'am. Këto troje fitohen për atë që flet bukur dhe që ushqen të varfrin, kur muslimani uçel agjërim iftar agjëruesve. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: kush i jep iftar një agjëruesi ka për të patur shpërblim të barabartë me të. Dhe kjo është koha që të qëndrosh pranë agjëruesve, duke çelur iftar për ta, duke shtruar iftare për ta. Prandaj Ibn Umeri radhiyallahu anhuma, kur çelte iftar dhe që shtronte iftar, nuk e shtronte iftarin për pasanikët, por e shtronte vetëm për skamnorët dhe për të varfrit që ishin me të vërtet nevojtar. Madje ka ardhur nga Hamad ibn Seleme, që ka qenë prej imamlarëve të selefit, që çdo muaj agjërimi shtronte iftar për 500 veta. Të parët tanë vraponin për ushqimin e të varfrit. Dhe kjo është koha, muaji Ramazanit, për shtrimin e iftarve,
dhe përqendrimin pranë shtresave në nevojë, pranë vejushave, pranë jetimëve, pranë të varfërve. Vetia e tretë o musliman është që këto troje janë për atë i cili agjeron rregullisht, limen adame siyam, për atë që flet bukur, për atë që ushqen të varfrin dhe për atë që agjeron rregullisht. Dhe kjo gjë përmbushet me do e mos në muajin e Ramazanit. Dhe vetia e katërt o musliman është o salla bil lejli o nasu niyam, janë për atë të trojet e xheneteve, janë për atë që falet natën kur njerëzit flen. Dhe kjo përmbushet më së miri në muajin e agjerimit, kur muslimanët falin namazin e teravijeve dhe më pas ngrihen në të tretën e fundit të natës, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Yanzilu rabbuna", Zoti ynë i madhruar zbret fi sema'i dunya. Zoti jon zbret në qiellin e dynjas në 1/3 e fundit të natës dhe thot: "Kush më lutet që t'i përgjigjem? Kush më kërkon që t'i jap? Dhe kush kërkon falje që ta fal?" Këto troje të xheneteve janë për atë i cili çohet dhe falet natën kur njerëzit flen, ku veçohet me Allahun e madhruar dhe përgjërohet tek ai, duke i adresuar të gjitha hallet dhe brengat që ka vetëm Allahut të madhruar. Dhe kush kërkon rrugëzgjidhje nga Allahu i madhruar, për hallet që ka, Allahu i madhruar ka për t'i dhënë rrugëzgjidhje. Prandaj musliman, muaji i Ramazanit është muaji i fitimit të trojeve të xheneteve. Prandaj çdo musliman duhet që në këtë muaj të jetë vigjilent dhe të kujtojë vazhdimisht arsyeën për të cilën është krijuar për adhurimin e Allahut një të vetëm, dhe për këtij adhurimi është edhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Është një mundësi e artë që muslimani të vërtetojë devotshmërinë, sepse ajetet e agjërimit u hapën, u çelën me porosin për devotshmëri dhe përsëri u mbyllën me porosin për devotshmëri. Allah madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O që besuat, juve ju është bërë obligim agjërimi i Ramazanit, siç ju bë agjërim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm. Agjërimi është për të realizuar dhe vërtetuar këtë devotshmëri. Dhe po ashtu në mbylljet e ajeteve të agjërimit, Allahu i madhruar thot: "Ula tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid", dhe mos shkoni me gratë kur jeni duke qëndruar në xhami. "Tilka hududullahi fala taqrabuha", këto janë dispozitat e Allahut, kështu që mos ju afroni atyre. "Kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun", kështu Allahu madhruar i sqaron ajetet e tij për njerëzit që ata të jenë të devotshëm. Allah madhruar e përmendi devotshmërinë në shumë vende në surën El-Baqara. Po në ajetet e agjërimit e përmendi 2 herë, në ajetin e parë dhe në ajetin e fundit të agjërimit, për të treguar rëndësinë që ka kjo devotshmëri, realizimi i devotshmërisë, veçanërisht në muajin e agjërimit. Prandaj muslimani e shfryzon këtë muaj në çdo gjë që afron tek Allahu madhruar, dhe në anën tjetër bën kujdes nga çdo gjë që e trondit agjërimin e tij, që zhvlerëson agjërimin e tij, që bën të pavlefshëm agjërimin e tij nëpërmjet ngarkimit të vetes me padrejsi, me gjunahe dhe kundërshtime. Allahu na mundsoft të arrijmë këtë muaj të begat. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoni falje Allahu, se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. O muslimani në muajin e agjërimit, në muajin e Ramazanit, kujton begatit e Allahut madhruar dhe të gjitha begatit që ne i kemi prej Allahut. O ma bikum min ni'matin fa min Allah, çdo begati që e keni, ajo është prej Allahut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dhe nëse i numëroni begatit e Allahut, nuk keni për t'ia dalë asnjëherë. Prandaj njeriu më i mirë është ai i cili jeton gjatë
dhe punon mirë, siç ka ardhur në Sunen të Imam Tirmidhiut në hadithin e Ebi Bekrete radhiyallahu anhu, i cili thot si dërguari të Allahut sallallahu alaihi wasallam i than ejun nasi khair, kush është njeriu më i mirë o i dërguari Allahut, dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam men tala umruhu wa hasuna amaluhu, ai që jeton gjatë dhe punon mirë. Më pas i than o i dërguari Allahut, kush është njeriu më i lig? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam men tala umruhu wa sa'a amaluhu, ai që jeton gjatë dhe punon punë të këqija. Prandaj muslimani, nëse Allah madhruar dhe ka begatuar që të arrijë të Ramazan, kujton vëllezërit e tij të cilët nuk janë me të dhe ishin bashkë me të në Ramazanin e kaluar, mirëpo nuk janë për krah ti, dhe shfrytëzon në maksimum këtë shans që i jepet. Prandaj nëse agjeron, nëse jeton gjatë, shfrytëzoje këtë jetë të gjatë në punë të mira dhe në bindje ndaj Allahut të madhruar. Prandaj ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejres radhiyallahu anhu, i cili thot, siç ka ardhur në Musned të Imam Ahmedit, se dy persona nga fisi Qudaa hyrën në Islam në të njëjtën kohë dhe pasi hyrën në Islam, njëri prej tyre ra dëshmor, ndërsa tjetri jetoi edhe një vit më pas. Thot Talha ibn Ubaidillah al-Ansari radhiyallahu anhu, pash në gjumë që ai që jetoi një vit pas tij hyri një vit para në xhenet nga ai që ra dëshmor dhe shahid. Dhe kur zbardh shkova tek dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, o i dërguari Allahut, pash në ëndër këta dy persona dhe më bëri çudi që ai i cili nuk ra shahid, por jetoi një vit pas tij, hyri një vit para tij në xhenet, para shahidit. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, pse çuditesh, i tha, a nuk jetoi ai dhe agjeroi një Ramazan më shumë se shahidi, a nuk u fal 6.000 e ca rekate më shumë se ai shahidi vetëm në një vit? Pra nëse jeton më gjatë se të tjerët dhe i shfrytëzon këto kohë në bindjen e Allahut madhruar, është një shans për të qenë para të tjerëve në xhenet. Allahu na mundsoft agjërimin e Ramazanit, arritjen e këtij muaji të mirësive dhe begative, dhe në pasë musliman, Allahu madhruar na urdhroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij, me këtë filloi në Kur'an, me veten e tij, më pas me ëngjëjt, më pas me ju o besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qofti i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirinët dhe ansarët, dhe me nënat e besimtarve. Wa akhir dawanin alhamdulillahi rabbil alamin.